por Republika e Kosovës duhet të mbetet. Dhe kjo Republikë mbetet vetëm atëherë kur kushtetuta respektohet. Albin Kurti po e mon peng shtetin e Kosovës. Ati i kërkojmë urgjentisht të reflektoj dhe të heq dorë nga këto veprime antikushtetuese. Sepse për i kthy kushtetueshmërinë, por i kthy rendin kushtetues, me ne nuk mund të flitet për asgjë tjetër. Thirrni seancën dhe riktheni kuvendin të zgjedhurve të popullit. Përderisa nuk reflekton dhe nuk rikthen procesin në binaret kushtetues, Albin Kurti nuk ka kredibilitet për të hapur temat e tjera madhore shtetërore. Faleminderit përfaqësues të mediave, faleminderit deputet pranishëm.